Po ne të gjithë e dim që shka do të thotë 15%. Do më automatikisht 15% ne kemi rritje në shpenzime. Derisa në fitimet tona, aq janë, ne si kompani prodhimit kuzhve, ne shumë nuk kemi ndonjë marzh të mëdha, 15-20%. Edhe tash vetë fjala 15% tregon që është një rritje jashtëzakonisht. Unë kam dëgjuar në për vende tjera që shkojnë 2-3% veç. Me një start, thuhet, adin 15% mund duket është tepër ngarkesë sidomos për prodhuesit. Po edhe ty marr për bazë standardin e Kosovës, se u potencu pak më herët aty se rryma është më e lirë se në Gjermani, ku ta di unë shoh. Po ku është standardi i Gjermanisë, ku është standardi i Kosovës. Po unë thash që 15% është të ngarkuar dhe normal që do të ketë edhe ngritje çmimeve. Ne ashtu kemi mbet me disa çmime që nga pandemia, ne ashtu vetëm aty kemi një mangësinë çmim sa ne kemi pretendu. Edhe normal që do të ngritet çmimi, sepse edhe i landës parë çmimeve që është rrit. E kjo që mund mendoj që është e tetë ngarkuar, ky 15%. Po thirrja jonë është pasi që këta veç e kanë vendosur atë që të bëjnë, ku është potencuar që kjo për shkak shpenzimeve të vitit kaluar, të 2024, ne kemi shkuar që në start 15%, ku e tha vetë kryetari aty. Por ndihmesa ne që kërkojmë edhe si popull, po edhe si prodhues, është që u potencu që e potencoi kryetari i Aleancës biznesit, tha që të paktën të hiqet TVSH-ja me një afat caktuar. Ajo kishte me qenë një ndihmesë dhe derisa se për një moment ne dëgjojmë vlerës dhe dëgjojmë një shitës faktikisht të rrymës tjetër, është problem. Atëherë shumë mirë është thonë ajo që të paktën të hiqet TVSH-ja dhe të jetë një lehtësim me një afat caktuar. Unë në këtë pyetje më tepër kisha shpreh shqetësimin që të qytetarët e Kosovës kjo sigurisht do ta ketë ndikimin dhe reflektimin më të madh, ndërsa normal edhe të bizneset, me qenë se prodhimi të arja varet kryesisht edhe prej energjisë elektrike, mirë po ajo që pagës ju jep një lehtësi bizneseve është se më në fund pas 25 viteve ZRE-ja, gjithsesi qeveria e Kosovës ka vendosur që ta liberalizoj tregun e energjisë elektrike dhe ta eliminoj me një formë apo tjetër edhe ndikimin e monopolit, i cili ka zgjatën fatkeqësisht për 25 vite. Çka nuk kupton kjo tregun e lirë apo liberalizimin e tregut të lirë? Nuk kupton që ta shtetutje ekonomia sidomos e Kosovës nuk mvaret vetëm prej një furnizuesi, që si ka qenë Kesko ka blie kryesisht prej kekut dhe ekonomia kosovare, industria sidomos nuk ka pas alternativë tjetër, pos o detyruar domethënë për shkak monopolit të furnizohet prej Keskos. Andaj edhe Kesko, edhe Keci më tutje, si shpërndarës, ata e kanë pas shumë më të lehtë për shkak ndikimit të monopolit që s'ka pas alternativë tjetër me imponuar edhe qytetarëve, po edhe industrisë, sidomos edhe ekonomisë kosovare, me javë imponue, domethënë disa kushte të cilat kanë qenë në bazë logjikës ekonomike kanë qenë shumë të pa kuptimta dhe të cilat kanë qenë edhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës apo me dominimin e tregut të lirë në Kosovë. Heqja e TVSH-s është një kërkesë, mos them ashtu e përkohshme, me qenë se me vetë faktin se tash po kalohet prej një sistemi monopolist në një sistem, domethënë të liberal apo të ekonomisë së tregut të lirë, atëherë ka shqetësime nga komuniteti i biznesit se jo shpejt edhe jo lehtë ndoshta do të kyçen në atë treg të lirë
domethënë të furnizimit të energjisë elektrike. Dhe mbi ato vështirësi domethënë do të kenë domethënë probleme edhe rreth furnizimit, edhe rreth përballimit të çmimeve të tregut të lirë krejt ato, kështu që është një kërkesë domethënë që spaku për një periudhë derisa të stabilizohet domethënë furnizimi nga tregu i lirë i konsumatorëve të mëdhenj sidomos, se qytetarët nuk mundën me u furnizue nga tregu i lirë, po qytetarët i kanë tarifat e rregulluara, po gjithë konsumatorët të cilët janë me tarifat të parregulluara apo me të kenë qasje në tregun e lirë, ata domethënë kanë mundësi domethënë të furnizimit, por hezitojnë edhe kanë shqetësim se mos do të ballafaqohen edhe me çmime tepër të larta që do të kenë impakt edhe në kostin e prodhimeve të tyre. Andaj kjo është arsyeja për kërkesën e çmimeve e heqjes të përkohshme të VSH-s.